Shkolla të mbyllura, xhami të hapura, dy fytyrësia e qeverisjes shqiptare dhe shembulli i dinjitetshëm i Ibrahim Traor. Nga një Shqipëri që mbyll shkolla e hap xhami, në një Burkina Faso që hap spitale e refuzon manipulimin fetar, kontrasti është tronditës. Dhe më shumë se kaq, është një pasqyrë e qartë e drejtimit që marrin shoqëritë kur udhëheqësit i shërbejnë interesave të huaja në vend që t'i përulen nevojave të popullit të tyre. Gjatë 12 viteve të qeverisjes së Edi Ramës, janë mbyllur mbi 297 shkolla 9 vjeçare. Një shifër që nuk përfaqëson vetëm objekte të braktisura, por mijëra fëmijë që sot kanë më pak akses në arsim, më pak mundësi, më pak shpresë për të ardhmen. Ndërkohë që fshatrat po zbrazen, të rinjt largohen dhe vendi shkon drejt një shpopullimi të heshtur, pushteti nuk shqetësohet për të investuar në dije apo arsimim. Jo. Përkundrazi, qeveria shqiptare shfaq me krenari inaugurimin e xhamisë së Namazgjas në qendër të Tiranës, një objekt gjigant fetar i financuar nga shteti turk dhe i inauguruar me bujë nga vetë presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Jo më larg se në mes të Tiranës, kryeqytetit të një shteti laik, ndërtohet një simbol i një feje të huaj me financime të huaja për qëllime që pak kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në një shtet ku shumë shkolla janë kthyer në stalla, ku mësuesit largohen dhe nxënësit mungojnë sepse nuk ka kushte, të investosh në tempuj fetar është një fyerje për popullin. Një përulje para pushteteve të tjera që, nën maskën e ndihmës dhe solidaritetit fetar, kërkojnë ndikim, kontroll dhe përhapje ideologjike. Kurse në anën tjetër të botës, në një vend shumë më të varfër, por me një udhëheqës me dinjitet dhe vizion, ndodh e kundërta. Ibrahim Traor, lideri karizmatik i Burkina Fasos, në më pak se 9 muaj qeverisje, ka hapur 23 shkolla fillore dhe 4 spitale për popullin e tij. Por ajo që bën më shumë jehon është vendimi i tij për të refuzuar ofertën e Mbretërisë Saudite për ndërtimin e 200 xhamive në vendin e tij. Nuk kemi nevojë për më shumë fe që të na manipulojnë, kemi nevojë për shkolla, spitale dhe fabrika që t'u japin punë e dinjitet njerëzve tanë, tha Traor. Ky është ndryshimi thelbësor mes një lideri që shet veten për financime dhe për propagandë dhe një udhëheqësi që i shërben vërtet popullit të vet. Edi Rama u ul përballë Erdoganit e pranoi çdo simbol të pushtimit të dikurshëm otoman, ndërsa Ibrahim Traor u ngrit përballë shejkëve të naftës dhe tha: "Populli im nuk është për t'u bindur, është për t'u edukuar. Shqipëria nuk ka mungesë xhamish, kishash apo teqesh. Ajo ka mungesë shpresë, besimi, arsimi cilësor dhe institucione që punojnë për qytetarët. Kur ndihma e huaj përqendrohet vetëm në objekte fetare, ajo është më shumë se bamirësi, është një formë e re e pushtimi, më e heshtur por më e rrezikshme. Sot, ne nuk kemi nevojë për më shumë kube, minare apo altar të ndriçuar nga paratë e huaja. Ne kemi nevojë për shkolla ku të mos mbyllen dritaret nga era, për spitale ku të mos mungojnë ilaçet, për fabrika që të mbajnë të rinjt në vend. Dhe mbi të gjitha, kemi nevojë për liderë që nuk shiten, por që e dashurojnë vendin e tyre aq fort sa të thonë jo, edhe kur tundohen me miliona dollar për ndërtime simbolike. Zgjidhni mes propagandës dhe përparimit. Mes Edi Ramës që i falet çdo pushtuesi dhe Ibrahim Traors që i mbron njerëzit e tij si një ushtar i bindur ndaj idealit të lirisë.